Kalojmë tek zhvillimet në rajon. Fillimisht në Kosovë, autoritetet ruse dërguan sot një autokolon me ndihma humanitare për serbët në veri, të cilët po vazhdojnë të mbajnë të bllokuara rrugët në atë zonë në shenjë kundërshtimi ndaj shtrirjes së autoritetit të Prishtinës. Edhe sot ata bllokuan forcat e policisë Bashkimit Evropian për të penguar përcjelljen e autokolonës me ndihmat ruse. Kjo ka bërë që të bllokohet edhe procesi i shpërndarjes së ndihmave. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë atje Besim Abazi. Grupe protestuesish sërb kanë bllokuar sot një autokolon të forcave të misionit të Bashkimit Evropian për policinë e drejtësinë në veri, duke pamundësuar shkuarjen e tyre në vendkalimin kufitar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Jarin. Forcat e ULEX-it synonin të përcjellin autokolonën me ndihmë nga Rusia për serbët në veriun e Kosovës, e cila po përcjellet nga ambasadori rus në Beograd Aleksandar Konjuzin. Zyrtarët e ULEX-it thanë se ambasada ruse në Beograd kishte kërkuar përcjelljen nga policia e ULEX-it, por me vonë gjatë ditës është thënë se kjo nuk është e nevojshme. Në orët e paraditës, autokolona me ndihmat ruse arriti në vendkalimin kufitar dhe protestuesit serb larguan fillimisht një nga barikadat e vendosura në zonën kufitare, si dhe disa nga barikadat tjera në brendit Kosovës për të mundësuar hyrjen e 25 kamionëve që sipas zyrtarëve rus bartin ndihma humanitare. Përfaqësuesit e serbëve në veri thanë se zyrtarët e ULEX-it po kryejnë një kontroll të ngadalshëm ndërsa bllokuan trupat e këtij misioni që ishin nisur për në veri. Ata thanë se në makinat e ULEX-it mund kishte edhe doganierë dhe policë shqiptar, dhe kjo është e papranueshme për serbët, të cilët kundërshtojnë shtrirjen e autoritetit të Prishtinës në veri, që nga 25 korriku rrugët kryesore në veriun e Kosovës po mbahen të bllokuara nga serbët që kundërshtojnë vendosjen e autoriteteve të Kosovës në kufirin me Serbinë. Serbia priste që të merrte statusin e vendit kandidat pas dorëzimit këtë vit edhe të personit të fundit që kërkoi për krime lufte, por shpërthimi i dhunës në veriun e Kosovës, ku përfaqësuesit radikal të komunitetit serb bllokuan rrugët dhe u përleshën me forcat paqëruese të NATO-s, duke se ishte vendimtare për shtyrjen e këtij procesi. Presidenti i Serbisë Boris Tadić u bëri thirrje serbëve në veriun e Kosovës të heqin dorë nga barikadat pas marrëveshjes së arritur në fillim të dhjetorit për menaxhimin e përbashkët të kufirit, por barikadat vazhdojnë të mbeten në disa pjesë të veriut të Kosovës. Përmirësimi i marrëdhënieve me Kosovën është vënë si kusht që Serbia të marrë statusin e kandidatit në mars e vitit që po vjen. Por zëvendës kryeministri i Serbisë Ivica Dačić u tha sot mjeteve serbe të informimit se nuk do të ketë status kandidati për Serbinë pa njohjen e pavarësisë së Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.